3 vjet pas vrasjes së 4 protestuesve të 21 janarit në bulevardin dëshmor të Kombit, në kryeqytet, në familjet e viktimave dominon ende zia dhe dhimbje e humbjes së tyre. Familjarët rrëfejnë se dhimbjes së tyre tashmë i shtohet dhe drejtësia e munguar kundrejt autorëve dhe përgjegjësve të vrasjes së 4 protestuesve. Ata kërkojnë rihapjen e çështjes së vrasjes së 4 demonstruesve dhe vënia para drejtësisë së autorëve e urdhërdhënësve pas dënimeve qesharake të dhëna ndaj ish komandantit të Gardës së Republikës, Ndreja Prendi dhe ish gardisti Tagim Lupo. Renato Myrtaj, djali i Faik Myrtaj nga Fieri, i cili u vra përballë derës së kryeministrisë, është njëri nga familjarët e viktimave që kërkon drejtësi. Normalisht ndihemi tepër të rënditur, por nuk është ndonjë surprizë që mund të çuditet publiku shqiptar, që ende nuk kanë një autor. Sepse duke parë hapat e fundit që zoti Berisha bëri, normalisht që edhe ata njerëz që kryen aktin i kanë mbrojtur tepër mirë, i ka larguar jashtë vendit, duke parë dhe sistemin e gjyqësorit që e ka bërë si ka dash shefin. As kam të humbur tek ai njeri besimin. Jo vetëm kam besim. Tek kush? Tek kryeministri aktual. Apel për drejtësi bëjnë edhe familjarët e Alex Nikës. Ne jemi të shqetësuar si familje, çështja e tij është e zbardhur, është e filmuar, e vërtetuar. Dhe prokuroria e përgjithshme krijon situata të paqëna për të mbrojtur vrasësit, përderisa ato e dinë se kush është fajtori i ngjarjes tonë. Kemi kërkuar nga drejtësia edhe nga mashoranca që të insistojë të mbajë një qendrim më agresiv ndaj drejtësisë që është në varësi politike nga Berisha dhe aktualisht. Por fajtor dihen është Berisha, është Lulzim Basha, është komandanti i Gardës dhe gardistët që kanë qelluar mbi demonstruesit e pafajshëm, parambatosur, pa rrezikshëm. Bëhet drejtësi dhe të vjen para ligjit ata që e meritojnë. Ndërkohë në Gjirokastër, miq të afërm e përfaqësues të Partisë Socialiste kanë kryer homazhe në varrin e Zever Veizit. Në një prononcim për një report, vëllai i tij kërkon vetëm urdhëruesin e vrasjeve të 21 janarit. Unë dua vetëm urdhëruesin, nuk e dua ata që e vranë, dua urdhëruesin, kush e dha urdhrin, këtë dua unë. 3 vjet pas vrasjes së 4 demonstruesve, sot nuk ka asnjë përgjegjës në qeli për ngjarjen e 21 janarit.